Instat ka publikuar së fundmi të dhënat zyrtare mbi tregtinë e jashtme për muajin mars 2025, duke ofruar një pasqyrë të detajuar mbi ecurinë e grupeve kryesore të mallrave të importuara dhe të eksportuara. Sipas statistikave, rritjen më të madhe të eksporteve kanë shënuar mineralet, lëndët djegëse dhe energjia elektrike, të cilat janë rritur nga 6.604 milion lek në 9.517 milion lek, duke reflektuar një rritje të ndjeshme të kërkesës për këto produkte në tregjen ndërkombëtare. Pozitivisht paraqitet edhe sektori tekstileve dhe këpucëve, i cili ka regjistruar një rritje për 408 milion lekësh në eksporte nga marsi 2024 në marsin e vitit 2025. Megjithatë, jo të gjitha grup mallrat kanë ndjekur këtë tendencë pozitive. Rënja më e madhe është shënuar në kategorinë e materialeve të ndërtimit dhe metaleve, me një ulje nga 6.433 milion lek në 4.511 milion lek. Rënje ka mësuar gjithashtu edhe produktet kimike dhe plastike, si në importe ashtu edhe në eksporte. Nga ana e importeve, kurrjen më të madhe ka mësuar makineritë dhe pjesët e këmbimit me një ulje prej 1.934 milion lekësh. Gjithashtu në mars të vitit 2025 janë regjistruar më pak importe edhe në kategoritë e ushqimeve, pijeve dhe duhanit, si dhe ato të produkteve kimike dhe plastike, krahasuar me të njëjtën muaj të vitit të kaluar. Megjithatë, ka edhe kategori që kanë shfaqur performancë pozitive në këtë periudhë. Përveç mineraleve dhe energjisë, rritje ka mësuar edhe grupmalli produkteve të paspecifikuara, me një shtesë prej 435 milion lekësh. Këto lëvizje pasqyrojnë dinamika të rëndësishme në strukturën e tregtisë së jashtme të vendit dhe ofrojnë një tregues të vlefshëm për orientimin ekonomik të muajve në vijim.